ne e kemi obligim që të lehtësojmë njerëzve e të mos ua vështërsojmë. Pra, përcjellja e këtij musafirit bekuar të Zotit Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu është me 6 ditët e muajit Shawwal. Allahu na i mësoft me agjerue këto 6 ditë. Allahu na i mësoft me argumentue atë ndjenjen e mungesës së musafirit Zotit Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu. Ashtu siç edhe tradicionalisht neve si shqiptar, një musafir i mirë, një musafir i këndshëm, një musafir i ndershëm, kur na ka ardhur, edhe lemo që i kemi bë respekt edhe i kram sa ka qenë, edhe jemi pregadit para prakisht kur na ka lajmërue se po vina. Jemi pregadit se po na vjen një musafir i mirë, i ndershëm, e kena prit mirë, e kena bo hëzmet, e kena bo muhabet, e kena prit me qehre, e jena munue në mënyrën më të mirën të mundshme me e prit, por edhe kur ka ardhur koha për me përcjell atë musafir, ne e kemi përcjell në mënyrën e ndershme dhe të mirë. Nuk na ka mjaftue të themi udhëheqar tek dera e shtëpisë. Po e kemi përcjell deri te dyrta e oborrit. E ka një musafir që ka qenë hale shumë ma shumë me vlerë, e kemi përcjell edhe deri në fund të lagjës. S'kemi mujtë më shkut për i tina. E kur kemi shku në fund të lagjës, apet molli për të, nuk na kalon më shkut e kemi përcjell deri ndoshta në stacionin e fundit, ku ai ka pos me udhëtue. Vetëm që lidhja me të, emocionale dhe dashnia dhe respekti për të, i madh na ka bo me e bo këtë gjë. Edhe ne, nëse e përcjellim muajin e bekuar të Ramazanit me këto 6 ditë, nuk kemi me bo gjë tjetër vetë se kemi me i tregu Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelle Shanuhu se kemi mbetë të përmalluar, kemi mbetë të mërzitur, kemi mbetë të emocionuar nga ky musafir i madh që na i dërgoi Allahu te bareke ve taala. Allahu na i pranoft muajin e bekuar të Ramazanit dhe veprat e mira në të, e na i falë mëkatet për hir të agjerimit e të veprave të mira, e na i mundsof me përcjell edhe me këto 6 ditë të muajit të bekuar të Shawwalit. Sadakallahu al-azim. Alaina ahsan al-kalam.